Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëlleshës. Për sot kam zgjedhur të përgatis tiramisu me pistaqo. Produktet që na duhen për këtë recetë janë 2 lugë krem pistaqo, 200 ml krem pana, fëstek, 2 lugë qumësht të kondenzuar, 250 gram mascarpone, kafe dhe biskotat për tiramisu. Po filloj me përgatitjen. Së pari, kremin pana e rahim me mikser. Kremi pana është gati. Tani vazhdojmë me përzierjen e kremit mascarpone. Tani do të ashtojmë kremin e pistaqos, 2 lugë, e përzim. Tani masa është homogjene dhe vazhdojmë kremin pana ja ashtojmë kësaj pjesës. E përzim gradualisht, njëherë me gjysmën e kremit pana, pastaj ashtojmë edhe pjesën tjetër. Dhe përzim derisa masa të bëhet e njëjtë. Tani do të vazhdojmë me përgatitjen e masës, ku do t'i zhysim biskotat e tiramisus. Këtu ka kafe espresso, del më e mirë. I shtojmë 1 lugë nga kremi pistaqos dhe i përzim këto të dyja. Pjesa për biskota është kryer, pasi është përzir kremi, i ashtojmë edhe qumshtin e kondenzuar në fund. I përzim bashkë edhe këto. Dhe jemi gati për servim. Unë kam zgjedhur këto forma, mundeni në forma të ndryshme sipas dëshirës. Marrim biskotat, i zhysim në këtë përzierjen që e kemi përgatit me kafe dhe kremin. I kalojmë vetëm një herë në kafe. Tani ashtojmë kremin që kemi fituar. Është shumë i shijshëm. Nëse keni enën më të madhe, vazhdoni edhe me një rand tjetër biskotave. Tani po vazhdojmë t'ja grincojmë për dekor ca festak. Kjo ishte receta për sot, tiramisu me pistak. Bashkë shihemi në emisionin e radhës.